Dashur qytetar Vlorës, nderuar deputet, drejtues të pushtetit vendor, mirë se u gjejmë. Sot kemi dëgjesën e 4 pas Lezhës, pas Elbasanit dhe sigurisht Gjirokastra ishte ajo që sikur e ndezi situatën. Dhe patjetër që Vlora ka specifikën e vetë, sepse thënia e të vërtetave me zë të lartë në Vlorë është pjesë e shpirtit vlonjat. Dhe unë dua ta nis nga një e vërtet që është edhe përtej Vlorës, që është edhe kombëtare, por rezultoi që qënka dhe ndërkombëtare, ajo përshëndetja që i bëhet punës së komisionit dhe faktit që ne realizojmë dëgjesa me komunitetet, që jemi në një qëllimsi të përbashkët është gjë shumë e mirë në fakt, por s'duhet mbetet thjesht në lavdërimin e një procesi. Ajo që ne kemi kërkuar si përfaqësues politik Partisë Demokratike, që e kam insistuar që ditën e parë, që vazhdoj ta insistoj ka të bëj pikërisht me vazhdimsinë e atij paragrafi, që komisioni i reformës territoriale duhet ketë patjetër një konkludim konsensual, të dakordsuar nga Partia Demokratike, nga opozita, se ka dhe forcat tjera politike, dhe nga maggjoranca. Përndryshe, të gjithë këto lavde, të gjithë këto dëgjesa, të gjithë investimi i bërë për gjatë kësaj kohe nuk do vlente fare. Dhe kjo dëgjes shërben shumë më shumë se çdo gjë tjetër. Shërben më shumë se dhe bisedat e mbyllura në salla apo vendimet e marra në salla. Prandaj duhen dëgjesat dhe jo thjesht dëgjesa për të bërë denoncime, jo thjesht për të bërë lavdërime administrative, që vinë nga njerëz administrativ, por edhe për të sjellë këtu propozime shumë të rëndësishme, konkludime që vinë nga zëri bruto, nga zëri i qytetarëve. Dhe dëgjesat patjetër janë të rëndësishme, sepse për të kuptuar gjërat për një reformë territoriale, territori nuk lexohet në parlament, nuk lexohet thjesht në komision, territori lexohet këtu në dëgjesat publike, lexohet në rrugët e braktisura, në fshatrat, në lagjet e Vlorës, në mungesën e shërbimeve dhe në problemet e mëdha që ka qarku i Vlorës, që ka Saranda, që ka Urikumi, që ka Kota, që ka Selenica, dhe gjithë hapësira e madhe e këtij qarku që është një nga qarqet kryesore dhe me peshë në Shqipëri, sepse ze gati 10% të sipërfaqes së Shqipërisë dhe gati 6% të popullsisë së Shqipërisë sipas censusit të fundit. Po dëgjesat janë të domosdoshme sepse reformat nuk janë pronë thjesht e politikës. Reformat janë ato që sjellin pasojë të drejtë për drejtë në jetën e qytetarit. Po jam dakord që pushteti vendor ndikon në çdo stat të jetës tonë, në çdo hap të jetës tonë. Madje ai përcakton pse jo dhe nivelin e lumturisë dhe dashurisë që ne kemi me vendin, me territorin, me lagjen, me shtëpinë dhe me gjithçka tjetër na rrethon. Prandaj dhe kjo reformë ka një rëndësi shumë të madhe dhe shumë specifike. Por ama duhet jemi shumë sakt. Pse kemi ardhur në këtë reformë pas 10 vitesh, sepse duket sikur ne jetojmë në regjim reformash. Na është bërë kjo fjala reformë, nuk e di, fjala më konsumuar dhe këto reformat nuk kanë as stad dhe më, nuk kuptohet. Dhe duhet jemi shumë qartë që këtu nuk jemi për të krahasuar 2014-ën, 2015-ën me para 2014-ës dhe 2015-ës, sepse ky këndvështrim është tërësisht i padrejtë për mua, se do thoja i gabuar, por e kurseva fjalën i gabuar. Ne duhet ta bëjmë krahasimin me atë çka u parashikua 2014-15-ën dhe atë që solli 2014-15-ën. Këtu është esenca e parashtrimeve tona dhe e qëndrimeve tona. Dhe në një pyetje shumë thjeshtë, pyetja që sundon edhe në këtë sallë dhe jashtë kësaj sallë është: a dështoi reforma e 2014-ës? Dhe në fakt, përgjigja ndaj kësaj pyetje përcakton edhe mënyrën si menaxhohet dëgjesa jon, mënyrën si do eci komisioni dhe mënyrën si do konkludoj vetë në fund fare komisioni i reformës. Por për të dhënë përgjigje kësaj pyetje, unë kam një pyetje tjetër shumë më thjeshtë.
a është më mirë jeta e qytetarit para kësaj reforme, apo pas kësaj reforme? Sot si është? Dhe joja është taksative dhe tregon qartazi gjendje në cilën ndodhet sot pushteti real vendor në Shqipëri. Përtej lavdërimeve. Prandaj nuk na duhen lavdërime administrative fare, unë s'jam për këtë. Ne na duhet sinqeritet dhe guxim për ndërmarr ato masa që vërtet i shërbejnë qytetarit dhe i shërbejnë pushtetit vendor. Sepse tek e fundit këtu na ka sjell shqetësimi qytetar. Nuk na ka sjell e mira që solli 2014 dhe këtë të mirën me hipokrizi hajde ta bëjmë shumë të mirë, se na kanë dalë ca defekte të vogla. Jo. Sepse për ndryshe kjo reformë do ishte kërkuar nga kryetarët e bashkive. Nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Do kërkonin më shumë funksione, më shumë kompetenca. Jo, nuk e kanë bërë, fakt. Sepse dhe ato i kanë duar dhe lidhura, kanë shumë ndërhyrje nga pushteti qendror, por dihet mënyra e menaxhimit politik në Shqipëri gjithmonë ndikon dhe në artikulimet dhe qëndrimet politike, dhe këtu nuk na ka sjell as kërkesa Bashkimit Evropian. Po, Shqipëria aspiron të bëhet pjesë Bashkimit Evropian. Është një rrugtim ku kontributi nuk është i një force politike, ajo që ngre kupën, jo. Është i gjithë forcave politike që nga 90-ta në Shqipëri dhe i gjithë qytetarëve shqiptar. Dhe tek ata vërtet ka një shqetësim për demokracinë vendore, për autonominë e pushtetit vendor në Shqipëri, për shërbimet, për përfaqësimin, dhe nuk kanë vendosur kushte që patjetër duhet realizohet një model i caktuar me qëllim që nëpërmjet këtij modeli të arrihet dhe marrja e fondeve, nga fondet e kohezionit apo strukturore. Sot Kroacia, që ka njësi shumë të vogla, 556, ka marrë miliarda me ato bashkitë e veta të vogla. Po kështu Polonia, po kështu Slovenia, po kështu Estonia, dhe nuk është fare pengesë që ne duhet patjetër të reduktojmë numrin e bashkive, që t'jemi të suksesshëm në atë hapjen e portës së Bashkimit Evropian. Dhe ku e shohim ne dështimin, ku e prekim, po e prekim kudo, sidomos këtu në Vlorë. Vlora është specifike. Jo më kot në fillim thash që kemi bërë Gjirokastrën dhe Elbasanin, dhe në fillim ishte Lezhë. Në qoftë se Gjirokastra ishte ndarja më ideale për sa i përket numrit banorëve, është në përputhje me mesataren e Bashkimit Evropian, gati 6.000 banor. Dhe problemet më të mëdha i përkisin funksionalitetit, kompetencave, përfaqësimit, shërbimit që janë kudo. Elbasani ishte krejt ndryshe, ka njësi shumë të mëdhaja, dhe problemi i territorit atij është shumë i madh dhe i banorëve është shumë i madh, sigurisht bashkangjitur dhe problemet e tjera. Dhe Vlora është një lloj miksimi. Është rasti më tipik i dështimit të reformës territoriale. Nuk e thot Partia Demokratike, nuk e thot vetëm opozita, e thot raporti i Bankës Botërore i vitit 2024, ku i referohet dy bashkive të qarkut Vlorës, Bashkisë Vlorë dhe Bashkisë Selenisë, dhe e përcakton qartazi që janë shembujt e dështimit të reformës territoriale të 2014-15, sepse masia e bashkive nuk rriti qytetarin, e zvogloi qytetarin, sepse rritja e territorit bashkive uli numrin e shërbimeve ndaj qytetarit, sepse uli dhe cilësinë e shërbimeve. Ne sot vuajmë një diskriminim, edhe këtu në qarkun e Vlorës, midis vetë bashkive, sepse ka bashki që kanë kapacitete financiare, realizojnë të ardhurat e tyre, kanë mbështetje qeveritare, kanë investime, ka dhe bashki që nuk i marrin dot, mezi shtyn muajnë, mezi nxjerrin pagat. Dhe kjo është e vërteta, po diskriminimi nuk mbaron këtu. Diskriminimi është brenda një bashkie. Zonat rurale ndryshojnë nga zonat urbane. Zonat urbane janë më të shërbyera dhe akoma më tej brenda vetë zonës urbane, këtu në Vlorë sidomos, kemi një diferencë shumë të madhe midis shërbimeve në lagje të caktuara. Duhet ta dim shumë mirë që Vlora nuk është 3 kilometra lungomare. Pak nga dhënat dhe të gjitha këto që unë po artikuloj nuk janë të mia, janë konkluzione që dalin nga raporti i Bankës Botërore, sepse ky është realiteti. Dhe se jemi në trystinë e kohës dhe dëshira për të folur ndonjëherë është e madhe, dhe mbi gjitha ajo që shmanget dhe në fakt që dihet nga gjithë që duhet artikulohet është që
reforma e 2014-15, u nisi administrative dhe përfundoi politike. Vijat e hartave u vendosen sipas numrit votave, sepse ajo që ndodh këtu në Shqipëri është sui generis. Pushteti lokal konsiderohet si magazin botash e pushtetit qendror dhe anasjeltas, pushteti qendror është faktori kryesor i kapjes dhe i fitimit të pushtetit lokal. Dhe është kjo varësi politike që prevalon. Dhe ajo reform përkufizohet shumë sakt. Ajo ishte reform e pushtetit, nuk ishte reform për qytetarin. Qytetari ishte sekondar. Prandaj sot kemi më pak kompetenca, më pak funksione, më pak shërbime cilësore. Kemi më pak demokraci, më pak autonomi financiare. Kemi më shumë centralizim, më shumë varësi nga qendra, më shumë punësime fiktive. Pavarësisht 43% që luhet me ato shifrat, zakonisht kur vjen përqindjet ta dini që loja është shumë e madhe, sepse punësimet këtu janë dyfishuar, janë trefishuar. Ndërkohë që alarmet janë që s'ka kapacitete administrative dhe vendet e punës janë shtuar dhe ka më shumë, ndërkohë më shumë abuzim, më shumë centralizim dhe më shumë abuzim. 43 kryetar dhe ish kryetar sot janë në dyert e spakut. Gjë që tregon që ka një dalje negative nga mënyra si është lënë administrimi i pushtetit, pikërisht pushtetit vendor apo drejtuesve. Duam zgjidhje, po, patjetër. Sigurisht PD-ja shumë e qartë në qëndrimin e saj. Funksionalitet, dhënie kompetencash dhe shtim shërbimesh, funksione të përcaktuara, duke përcaktuar mjetet financiare që do ketë një bashkim, mbështetje nga buxheti i shtetit, dhe patjetër ne s'mund të heqim dorë nga territori. Territori është kryesor. Orikumi thot dhe raporti i Bankës Botërore duhet jetë në vete. Pse mos jetë në vete si bashkim? Pse është hequr? Për shembull, pjesa e Mifolit, po dhe ajo bashkim vete. Pjesa e Kodhas, dhe ajo bashkim vete, sepse duhet afrohet qytetari me shërbimin. Bashkimi Evropian e ka 60 minuta larg në minutazh dhe patjetër ne duhet i kthejmë shërbimin. Do flasim për funksionet, për shërbimet, për gjitha jemi dakord dhe me nivele tjera të pushtetit vendor që marrin kompetenca dhe përthithin fondet, por patjetër që do flasim dhe për territorin, sepse territori nuk është në qëllim vetvete, por është mjeti kryesor për të zgjidhur qëllimin që ka reforma territoriale për t'i shërbyer qytetarit. Faleminderit.